Sukses I radhës për ekipin e atletikës Skënderbeu në kampionatin kombëtar U20. Me në krye trajnerët e përkushtuar Romeo dhe Olgerta Dzega, sportistët e talentuar korçar vijojnë të vendosin diktatin në disiplinën e atletikës. Në stadiumin Elbasan Arena u zhvillua kampionati kombëtar I atletikës për moshat U20, ku ekipi Skënderbeu është shpallur kampion kombëtar, duke dominuar në të gjitha disiplinat. Kemi të ardhme të sigurt për to vajza, duke qenë se kanë dominuar që në 18-ta U20, ku kemi dhe nën kampione me të rritura. Themi që kemi të ardhme të sigurt. Për 2-3 ditë starton dhe kampionati kombëtar për të rritur dhe shkojmë me objektiva të qarta, pse jo, të fitojmë përsëri për femra dhe për meshkuj, do ta synojmë për ta fituar. Sportistja me mirë aktivitetit u shpall Alicia Çiko, e ekipit Skënderbeu, e cila zori vendin e parë në 100 dhe 200 metra, ndërsa paraqitje mjaft të mira bën dhe atletet Natalia Jorgji dhe Kristina Prifti, të cilat u rënditën në vendin e dytë dhe të tretë. Ndihem shumë mirë, gati arrita kohët që unë dëshiroja dhe pse mos dola sportistja më e mirë e vitit presh të dytë. Objektivat janë të rriturit që janë tani në datën 11-12 të dalë kampione në 200 dhe të thej rekord. Sigurisht që emocionet para gare janë shumë të forta, edhe mund të them që së bashku me atletin tjetër, me Alicia Çikon, kishim një konkurrencë shumë të fortë, po dihet që duhet të theksojmë se kemi dhe një miqësi shumë të mirë dhe na ndihmoi që të përballonim së bashku emocionet e garës. Ishte një garë që më pëlqeu dhe një nga kohrat më të mira që kam bërë deri tani. Emocione kisha patjetër sepse ishte gara e fundit në moshave U20 për mua. Kisha mundësi për të bërë një rezultat akoma më të mirë, por kemi përsëri një kampionat tjetër kombëtar dhe atje presim që rezultati të dalë më mirë. Në datat 11 dhe 12 qershor do të zhvillohet kampionati kombëtar I atletikës për të rritur dhe si gjithmonë ekipi Skënderbeu do të ketë objektiv të paraqitet sa më mirë në këtë kompeticion.